njerëzit nuk e keni me vete. Ndërkombëtarët i keni kundër. Ju vazhdoni, sulmoni drejtsin sa doni. Tha që ikën Amerikanët, po erdhi Amerikani dje. E qepët, e kyçët, kur përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, erdhi zyrtari lartë, i dash, ku ishit ju? Pse nuk e ngritët zërin ju tregonit se si drejtësia te kalon kompetencat? Pse nuk ja thatë ati? Pse nuk i thatë ati ju se si këta prokurorët arrestojnë pa gjyqje? Pse si ja thatë ju ati? Pse e mbyllët gojën? Pse e qepët? Aty e kishit. Pse nuk ja thatë? Pse nuk i thatë ati që shikoni se atë grup prokurorësh, spakun, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo ambasador shkon vazhdimisht për ta mbështetur. Pse nuk i thatë ju ati? Pse nuk i thatë që ata janë një parti politike? Pse nuk a thatë? E qepët gojën, nuk i shpëtoni do drejtësisë, harrojeni. Mjaft me shkelje, mjaft e shkelët kushtetutën, mjaft e shkelët rregulloren. Nuk shpëtoni do të Belinda Ballukun, nuk shpëtoni do të Edi Ramën, nuk shpëtoni do të veten tuaj, sepse në Shqipëri ka ardhur fundi pa ndeshkueshmërisë, nuk shpëtoni do të më. Zoti Balla, pas zoti Blushi, për procedurë. Ma kthe kohën se është një zhurmus. Zoti Sheaj, ju lutem bani qetësi. Zoti Sheaj. Uroj që t'ja dalësh përballjes që ke në prokurori me ortakun tënd Ivo Manzoni dhe shpresoj që dalish mirë nga ajo çështje. See you next Thursday, këtu. S'kam kohë të merrem me ty për këtë çështje. 3 gjëra që i kemi bërë publike, por që duhen ripërsëritur në këtë seancë, kisha shpresuar shumë që do të ngriheshin nga këta, po ngrihen nga deputeti Lulit. E para, qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste e mbi të gjitha i kryetarit të kuvendit është tërësisht në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit sa i përket respektimit të plotë të gjitha afateve që kanë të bëjnë me Këshillin e Rregullorës. Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli ka një kohë të përcaktuar prej 3 muajsh. Vendimarrja e marrë në Këshill dhe komunikuar nga kryetari i kuvendit qartazi ka thënë se sa kohë që kishte një çështje në gjykatën kushtetuese, ku palë e thirrur, e përfshirë për shkak të prekjes së kompetencat veta ishte Kuvendi i Shqipërisë, natyrshëm që ishim të detyruar për ata që kuptojnë pak të drejtë kushtetuese që të pristim vendimin e gjykatës kushtetuese. Jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese nuk ka pasur një vendim dhe edhe pse 3 antarë të gjykatës kushtetuese i dhanë të drejtë palës kërkuese kryeministrit të Shqipërisë që kishte ndërhyrje në kompetencat e Këshillit të Ministrave, në kompetencat e Parlamentit dhe ato të Presidentit të Republikës. Nisur nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, besoj që për këtë pjesë jemi të qartë. Nuk ka asnjë dyshim që Këshilli i mandateve do të mbledhet dhe do të shqyrtoj kërkesën, ndërkohë që siç e kemi bërë publike, ne do të vijojmë me një proces adresimi të asaj që ka thënë vendimi i gjykatës kushtetuese, na duhet ta marrim vendimin e gjykatës kushtetuese të zbardhur. I bëj thirrje gjykatës kushtetuese, ju lutemi zonja zotëri, edhe pse nuk arritët merrni dot vendim,
shpresoj shumë që na dëgjoni që ta zbardhni vendimin, siç keni thënë ju, ta publikoni në fletoren zyrtare, Kuvendi i Shqipërisë, siç ka bërë në të gjitha rastet, edhe në këtë rast kur nuk është prodhuar jurisprudencë në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, përsëri na duhet ta lexojmë. Profanët që në fillim të seancës dalin e bërtasin du USB-n. Pastaj kërkoja këtyre, a jera lat, ti dhe kandidat për Tiranën këtyre, si merr ke dot USB-n. Merre pra? Ti dhe atë humoristin, merr USB-n këtyre.